nga njëra anë të sigur mbrëm të ka thënë që unë kam për lojë. Ja, ai tha vetëm mos rini. Pa dëshirë. Kuptimin që ose s'ka gjë, mos rini kota, ka kuptuar. Nuk kam shpiru. Ata se më të që ka thënë. Që me Këtë gjë që e themi, pa fushë të burë se herët e tjera ka thënë direkt e blog që Alba ka vetëm lojë, vetëm strategji, dhe mendova se edhe mbrëma ashtu ka thënë, se vetë the që ta ka thënë ashtu. Jo. Diçka është. Jo konkretisht krejt njëtën tjerë. Por afërsisht ashtu. Ajo. Nuk i lejohet me ekip. Në skalë se koha i vërteton gjitha. Po. Se ka njëra anë, edhe pse di t'jem gjaktofte në këtë drejtim, nuk është se... E di prapë se prapë që edhe mund ndikoj pak deri diku në kuptimin që për mos me qonë shumë rehat disa gjëra, edin? E për ty hala po pi. A kur janë me dy palët në rregull, atëherë shkon çdo gjë shumë më mirë, shumë më rehatshëm. Më vaj. Duam parti. Dihet pak si luftë nervash kjo pjesa më me media. Se secili ka pjesën jo, unë s'kërkoj falje i pari, jo, unë s'bje i pari, e ke parasysh? Pa tjetër. Mirë është, kur s'ka në i gjonë njës më zonë. Po, pra. Thjesht është kjo pjesa që e mendojnë çdo gjë sigur shumë me kam vetëm për lojë. Edhe mbas kësaj i krijon gjë tjera. Çdo njeri ka mundësi ta mendojë atë gjë. Po. Edhe unë shumë më mendoj. Nuk do me thonë që është ose s'është. Me mendu, njerëzit janë të lirë të mendojnë gjithçka. Edhe mbas kësaj krijon gjithë këto kuptime të tjera. Për çfarë? Që mund të jetë gjithçka lu? Si gjithçka. Në raporte me tjerët? Unë e ka parasysh të tjerë deri diku mund të bëjnë gjëra për lojë. Po vetëm në raport me ty nuk e ka mundu asë në dyshim të për lojë. dua e vlat. Po edhe ti për mua dhe unë për ty. Nuk e kam vendos në një ndyshim. Okej. Unë e kam vendos, më ndova i qinë. Për çfarë? Mund t'ishte. Aha. Arkoj për një mobet të ura. Që do thuash? Nuk është përfundim ta, nuk është thjesht një ndim. Se vi çuditëm nga ana jote tani, në këtë pjesë. Gjërat kapen në ajër. Kapen edhe s'kapen, për njeri ka mendjen që nuk mendon. Hynë dyshime, nuk po them që është e vërtetë. I kam në zemër dhe si ndaj nuk Është më fotokar. Jo, unë i kam në zemër, po... Kur hyn dyshime do thotë që s'ke besim të fjalët e mia, nuk vetëm që ke besim. Truni vetë ju krijon ide të tilla. Po. Edhe ka një herë të rehu. Vërtetë. Si jemi bot të krejtë. Prandaj, gjërat sa ndodhin, komunikohen, jo me prit me i blidh 20 e sa ditë, për me shpërthy pasaj në fund. Për dronin çfarë mendove bie? Mërziti droni apo? në zemër. Se më zhitë fare, të drejsa. I ke, po, e dish. Si e more dronin? Fiks ku ato takimet e tua private. Si e mora Besës time. Ai ke seriozisht. Ditave që... atë që ka. Kam thënë unë fjalë takim privat. Në asnjë moment. Njerëz anonim, si mund ta quaj? Palidhe vjene, me kam. Thjesht raporti jo në sy të publikut të gjerë. Si? Raporti jo në sy të publikut të gjerë, disa herë ta shpjegova aty. Po ajo çfarë ishte, nuk ishte në sy të publikut. E që po përmend. Flas për lidhjet paraprek, ke prapë ta përmend. Se ti tani më përmende për takimet e tuaja private. Unë s'kam përmend asnjëherë që unë kam pas takime private. Unë kam thënë që raportet e mia me të tjerët kanë qenë private për publikun e gjerë. Si puna e kësaj. Jo. Po si? Si kupton ti fjalën private kur ta them? Si puna e kësaj. Jo. Unë kur e përdor fjalën private, në kupton që thjesht rreth i ngushtë. Po jo media dhe publiku i gjerë. Po këtë unë as nuk e kam iden se kush mund ta ketë dërguar. Mund të jetë ose nga ata që të hallën bëj shaka, ose mund të jetë vërtet dikush anonim. Po as nuk ja kam iden fare. Nuk kupton? Nuk kam unë ndonjë marrëdhënie të hapur të lënë me përjashtë. Ato janë problemet e tua. Tani mos është.
Po shpresh pa lyje. Edhe unë kam lënë një 10 marrëdhënie. Po diçka serioze jetë. Unë po them që as serioze, as jo serioze nuk ka për jashtë. Dhe nuk mund të thjesht thua ai është problemi yt, se besoj se është një lloj gjëje që na intereson të dyve apo jo. Po pse ti raste e mendon për të pas progres në raport me mua nuk të intereson fakti, a kam lënë ndonjë marrëdhënie të hapur për jashtë apo jo? Është problemi jo të ndërhyjë marrëdhënie tua. Jo të ndërhysh. Vetëm të ke Me marrëdhënie. Se raste do të kisha lënë diçka marrëdhënie të hapur serioze për jashtë, dhe këtu e bëj këtë gjë me ty, atëherë tregon shumë për mua për dy fytyrsinë time. Është se ke serioze jashtë, e ke thjesht nuk kalon kohë. Jo, s'kam pas kur tilla. Okej, çfarë S'kam pas dhe s'kam. ti bën si e shenjtë. Po s'ka lidhje me shenjtë. Si e shenjtë. Okej. Çdo gjë për të thotë kur dalim jashtë. Çdo gjë për të thotë jashtë. Dhe unë nuk po them që jam e virgjër. Që më thotë ti po bën si e shenjtë. Po pas se s'ke bërë asë gjë, unë e di që si e virgjë. Po pra unë përderisa po them që kam një eksperiencë, kam pas disa raporte, di dhe jo që s'jam e virgjër. Unë kam thonë që kam qenë e martuar, çka kam u martesë? Kush kërkoj llogari? Besoj që ka Po them që kërkon llogari. Po për dyshime që ke, gjëra që ke, po ti them disa gjëra. S'kam dyshim fare. Po ti sa po thon që ke dyshim, pse po tash si rolin e Po e vështirë. thu më zemra. Thash nuk përmena gjë unë dronë, ti e përmene vetë. Po mirë, më doja me të pyet për ta ditë Qa mendimin. thej ti kur të pyeti Andreja për dronë? Çfarë thash? Di që më ja të pyesim Andreja. Po çfarë bëj unë batuta me tjerë të është muhabet tjetër. Nuk ka lidhje. Po, do bëj anonim batut. 1000 euro batut. Tash edhe thu sikur nuk t'intereson, a fakt edhe t'intereson. Prandaj them, çdo muhabet nuk e bëj kot. Si që kena bë marrëdhënie. Çu thot Nimi ty? Zvolone. Do bëj anonim 1000 euro batut. ka dalje. Tu është monotone. Mendoj unë. Edhe tha që keni biletat e prera për Dubai. Po jo më çfarë pra? Edhe tha që nëse ju keni shpyun e marrë vesh ka dalë për ju tua keni apo s'keni. Pushin jemi Kosovë. Edhe i merr për baska? I merr për baska batuta që ja kam thënë? Po i the ti nuk e kam thënë. A më e them i merr për bas serioze? Kur thu diçka unë e mendoj, çfarë po thu, Ta marrë, po kjo drejt, ja loja, tani po më loja. Edhe ti besoj se ke kuptuar që unë nuk kthehem palesare me ironi edhe me batuta njerëzve. Se s'do t'ju jap llogari për asnjë gjë. truta është gjysë vërtetë. Jo. Mirë, Po ti hyj thell edhe mund marr vesh informacione për atë, nuk është diçka e çuditshme. çfarë më intereson mua? Kjo gjë e jo, ja marrë për vete. A di më çfarë do të thotë? Po s'po të marr vesh. Po atë që ndjetem gjithmonë, nuk më ndryshon dot mendimi. Po ti edhe po flet me fjalë tjera, po e tregon që t'intereson. Nuk e hapa unë. Po pra unë e hapa. Po duket që t'ka interesuar ajo pjesë, të ka ndiku. Nuk kam me japa. Nuk do thot pse e hapa unë edhe fjala ty s'pas ka interesuar, se ja ti ku i ke pas ke vendos vëmendje llafeve dhe gjërave. Gjoj se veshë nuk e Po më pra. Edhe unë kisha interes me ditë se si ka ndiku te ty. bosh, no comment, as mirë as keq. E po shumë mirë atë. Po plotësohet puzzle. Çfarë puzzle i plotësove ti me ta? Tani edhe them bosh, e tani po thu që plotësove puzzle. Kur është bosh, as lart, as poshtë, çfarë puzzle i plotëson? Po idejat e mia është diçka. Po. Apo këto. Më ndryshua vendimet e mia. Nuk e ndryshon asnjë gjë. Por gjëra që thuhen, që shihen, që bëhen, krijohet puzzle-i dhe në fund e përfundimi. Dhe uroj që vërtet ta kuptosh që kur flas me ironi me këta, me batuta me. Ki kujdes kur flet. Po ti tani akoma s'm ke kuptuar kur flas me ironi me batuta? Me të tjerët, që as më intereson fare se çfarë mendojnë dhe as nuk më intereson fare të tjerëve t'ju jap llogari? Po ti dhe llogari, kjo është Ku dash llogari? Vetëm se flas me ty, e kam vetëm me ty, po për tjerët jo. Folëm me ty.
Mu s'm ke thënë asnjë gjë për atë gjë. Ja pra tani po them, që po flas tani me ty. Po pra po flet, po s'po më thua asnjë gjë. Llogaritjeve në asnjë moment s'u kam dhënë. Llogaritjeve në asnjë moment. Po ju ke dhënë Shumicës po flas. informacione çdo gjë, përveç me. Jo. Asnjë informacion s'u kam dhënë. Vetëm me Estrin që fola që ishte aty në moment. Po jo, mos zemra ishin 3-4 veta aty. Thank you. Dhe ti ju e ktheve përgjigje gjithë. Mu nuk erdhe me më thonë diçka për këtë gjë. Sa të ketë Prishtina aty? Ja sot po gjë mund si më fal. Jo me fal. Me më thonë, me më shpjegu diçka. Me shpjegu Po ike edhe ti te Plevica, edhe te punët edhe morë rrjedhën. Si ka, me pa qena qërën Po mendjen e për kisha. ty do kishe fut. Ja pra ku po flas. Okej? Ndje ndodhi komplet të rrjedh tjetër. Tani për të dëgjoj me thua. Ja pra që ta thash. Që desha më interesu se si mund të ketë ndikuar. Se realisht nuk është se mund të ketë ndonjë gjë në lidhje me këtë Mirë, të shkëptimin. shohim si do reagosh ti. Kur të vinë gjëra për mua. Po do kamerë valla. Mos është më ka ndiku ndonjë gjë puna e dronit. Që vështë ka bo ty përshtypje herë mu as 10 herë. Që ka për të folë më për këtë asë që. E di që mund ta kenë bë një pjesë e rrethit ngushtë se kemi bë si batut si shaka. Alba do të ngacmoj me këtë lloj batute kështu atje. Unë i kam thënë si doni, po edhe nuk e di a është e vërtet që mund ta kenë bë ata. Po si ti pas ke bo me plan me të ngacmu? Jo, për batutse. E ke parasysh kjo historia që është për femrat e televizionit për punën e Dubai? Dhe thjesht e kemi bë si shaka. Si hera dy? Ku hera dy? Si hera dy? Kana të puna Dubai. Jo, më hera parë është vjen me dron puna e Dubait, nuk ka qëndyer. Po qambu. Hera parë që erdhi droni nuk kishte lidhje fare muhabeti Dubai. Kjo ndikon tek ty Edhe atë e maltretoj shumë. negativisht tek unë. Shumë e thjeshtë. Edhe këtë... Ja tani nxorë ta më muhabetin. Se që parë nuk intereson.